Selamu alaikum hoxh, ka ngrënë gabimisht pra pas ka ngrënë mish deri, a është haram dhe a guxoj thot me agjeru me tutje. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Përderisa ka ndodh gabimisht, nuk ke ditë gjë, atëherë nuk ka problem inshallah. Nuk ka problem, sepse ka hadith, pra që njeriu siç kuptohet prej hadithit Muhamedit alayhis salam nuk merret në llogari për atë gjë pra që i ndodh gabimisht. Ndërsa a mundesh me agjeru? Patjetër që po. Patjetër që po. Edhe nëse dikush ka ndodhur që ka ngrënë mish deri me dashje, pendohet, vazhdon agjerimin. Vazhdon agjerimin. Ngrënia e mishit të derit është haram, është ndaluar në Kur'an. Por një vepër e tillë nuk është pra ajo që të nxjerr prej Islamit. Kështu që njeriu pendohet dhe vazhdon agjerimin.